Përshëndetje miq. Unë jam Roland Rossi, aktorisht regjisor në televizionin publik shqiptar dhe ish regjisor i estradës profesioniste të qytetit Fierit në vitet 80 të shekullit të kaluar. Këtë vit estrada e Fierit mbush plot 50 vjet nga dita e krijimit të saj. E shoh me vënd që në këtë jubilej të shënuar të përmend disa prej atyre që nuk jetojnë më. Nestor Pogaçaj, aktor brillant, një ndër të parët e kësaj trupe. Këngëtarja muzikare Lefteri Shiu, instrumentist i talentuar dhe njëkohësisht drejtuesi e orkestrës për vite me radhë Yusuf Maloku, regjisorin veteran Llazar Veria, që mbajti për disa vjet rresht drejtimin e saj. Në këtë rast, kolegët dhe ne si televizion u bëjmë homazh këtyre figurave të shquara, duke ngritur në pjedestalin e nderit për veprën e tyre që lënë pas. Në vitet 70-80, estrada e Fierit u plotësua me emra të tjerë aktorësh prestigjos. Kujtoj këtu Luftar Pajën e Fuat Boçin, të cilët me krijimet e tyre, me figurat e tyre u bën proverbial. Parodistët dhe njëkohësisht aktorët e shkëlqyer Todi Lupi dhe Arqile Lipe. Aktoria Giulietta Kulla, e vetmja në trup me arsim të lartë profesional, e cila pa përgjykime luajti në këtë zhanër të bukur të humorit. Do të kujtoja gjithashtu edhe Fatmir Xhelilin i papërsëritshëm në krijimet e tij. Hasan Bregu, që luante gjithmonë figura pozitive, po plotësonte jashtëzakonisht bukur këtë trup. Sotir Stefan, aktor i roleve të vogla, po që bënte një punë të madhe. Gjithashtu, inxhinieri i talentuar, aktor i amator, njëkohësisht edhe shkrimtar i kësaj trupe, Vasil Vaso, i cili nuk ju nda trupës për gati 40 vjet rresht. E shoh me vënd që në këtë përvjetor të përmend edhe emrat e libretistëve dhe shkrimtarëve të kësaj trupe, Teodor Laço e Makupon, Indieri Vllazoporion, Novruz Sinani, Petraq Hoxha, shkrimtari shkodran, humoristi Paulin Selimi e plot të tjerë. Sigurisht që në këtë përvjetor të estradës nuk do t'lija pa përmendur edhe regjisorët e kësaj trupe, të nderuarin Llazar Veria, Koço Papadopulli, Julien Bradoja dhe mbi të gjithë, shkrimtarin humorist dhe regjisorin e talentuar të madhin Ullum Kulla. Edhe kam melodë kam një nostalgjik të jashtëzakonshme, kam një nostalgji të shumë. Shpesh më vjen të shtim sepse isha shumë në ujërat e mia. E kisha të vështirë që të ndërtoja një spektakël me numrat më të bukur të estradës profesioniste të qytetit Fierit në këtë 50 vjetor nga arkivi i televizionit, por në ndihmë më erdhi njëri prej punonjësve më të vjetër të këtij sektori, Besnik Kaltani, i cili më dha ndihmën e tij të paçmuar dhe ne ju paraqesim sot këtë shfaqje me numrat më të zgjedhur nga estrada e qytetit Fierit. Dhe tani një prallë. Na ishte se ç'na ishte. Na ishte një fshatar i këputur që e quanin Zeno. Mazo! Fshatarit Zeno i kishte ndodhur gjama e gjamave. I kishte humbur shoku i tij i punës. I kishte humbur gomari. Masho! Kishte 7 ditë e 7 net që po e kërkonte. Ja be ka qarë ujkët. Hajdo pak të mirë në shtëpi se nuk gjendet me hajta. Me lere hatër djasë. Se vetëm torba ta gjithë më kam betu kujti për ti. Ja zgjatja torbën. O sa mirë që dini mujqet njeri tjetët. Unë e zgjatja torbën, a i tak, më shikon të më sytë. Lere tani u ba, ma se mbajnë. Më tjetë. Unë e zgjatja prapë torbën. A i linde shdo gje, talë vinde e fuste e kokë.
Edhe kur minatos dhe kështu afroja me torë. Dhe e shdepja pastaj. Se e kam rau në një për komallajqet e tije që më thapë të dorë. Po ma bide në majtuan dhe se ishte komari madhë. Nuk e kuptonte. Ishte ca i trash, ja punoja u. Po, gomare shafë. E ndjef të përdia që më tha u kraun, O, po s'ke, i vrafta Basaliu i vrafta. O, po nga na u poftis kjo ka din dyre Raman, a me de bek me në gjyqin e njerëzvet, mërë po gjikon nga qypat e nga hebeta i kisë jeli plote. A, maskara. E dem shasin boj. Ore, po që the si bosh, s'ke të drejt. Zem një ruvele e len për bëzjardi. Mo karen në sy një komar pullalie. Unë të kolere hindi të i shoftë, me agaje, me kadije, me bumbashire, ikën dhe le tona, ikën. Një komar pullalie. Pullali? Gomare? Po si e, shko se të kam bërë kadi. Unë kam halë ju Po talë. pse ne nuk kam i halën e? Unë kam humër komarje. Nuk të ka humër jo, ta kam bërë kadi. Se për në gjyqin e njëzë për që i befsha, gropën i befsha. Se ashtu si gjykon a je, vetëm gomarët gjykojnë po harë. Gomar. E të fses. Po për të njohën, jo ka ditë beta i për dhe pashare. E baja e gjë. A, maskara. Qa thonë këta, vlaj, babaj? Mos t'i ke ndërmashës ma gjithë. Do vemi ta shomat ka di, unë do t'i rëfejmë torbët. Po që se nuk e fut kokën në torbët, këta mikë janë talu me ne. Ama për futi kokën në torbët, pa një, pa dy është gomari hyna jëve. Po, se njeri u skap që ta fus kokën në për torba. Ha, hajde për torbë. Dhe u nisë fshatari pa djallëzur Zeno për të gjetur mashon e ti. Ecë, arritin në qytet. Në atë qytet, në rrënë një kadi prapë që e vërtiste sherihatin si ti donde qefi. A i bënde gjyqët, u jep të rrugës zëngave dhe dërgon në burg, ata që shkelin në kurën e pjepit. Me i fjalë, ata që s'dëgjonin urdhrat e mbretit. Gitimi İstanbul'da kazandım, haydut efendim. Qësite me! Ja more kokë këllë, more zop. Urdhëro! A nga i fshatit ankohet se njëra nga pullat e tua? Njëra! Po unë një pull kam, a ka di e fendi. Një vetëm? Një që më rofë sa malit e fushës. Lopë, kam, shqera, të kam. Po ku pas ke një përse nuk e ruan? A nga i ankohet se pulja jote është zem duke i qukitur me skep kallinjë të gruj? A pull është ajo ka di e fendi se su bën Pull, po jamur ka poshtë që të punoj, qindin të punoj. Se kemi ligji këtu, kemi shëriatin. Po shtot ligji ka di e fendi, shtot shëriati. Bismillahi. Pull, thamë. Me se fillon pulja, me je? Piskjoll, pizeven, puqer, pucak, pull. Sheriati thot që ti do t'i japi shagajt të tëra vezë ti do të bëj pulja jo të këtej tutje. Hajde. A di e fendi, pa jo njeri që kiti ka lite agajt. Njerë, po që ngo për mira ma. Pra na i vezë do t'i japi shagajt. Po më mirë ja pullën unë e laj duart fare. Jo, pulja është e jotja. Kështu thot sheriati. Pulja është e jotja. E pa unë do t'a therë. Po e there 20 vjet burke. Qëtësite me! Po sikur të ngordë. Sa kënë se të ngorë? Tani i t'i ri pullës pasun e t'i ruaj shëndetin. Si, se këtë ndëm. Time në time, kurse vezët? Vezët janë të agaj. Po pëse ashtu thot ligja ka t'i fendi? Se nuk të përqen ligja t'i sojsezë? Qështë ajo fjallë si s'më përqen? Unë s'di të këndoj varpri se dhe këngës do t'ja merja, po. Po mire ka t'i fendi, qëto të jo ligja, qëto të shëriati?
Që shpion ato vezët a gajtë të zjera, apo të skuqëra? Avash të shohim. Me se fillon veza me Z? Në P. Në P. Me dhe more vull humbull. Në ma që këtë qypin arbir. Ashtu. Shini tani si do t'a dre dhe sherihatin e. Vull, veli, verdhacuk, veliqot, dhes. Tu nuk ka... Që ka të qypa një për me? Nuk di gjeo. Nuk bëri do një shenjë? Nuk pas gjeja, o që rofshat. Po që shikon ti mos pafsh Të nesër, men. Shëngjyre ke pullin ti qafir? të zezë? Për pullat e zeza ka regullat e tjera këtu. Me të buta, apo? Të buta fare. Kur pullat... Kujdes, qypin do të derdi, se këtë ndi. Ska gje bosh është ahi. Bosh? Bosh. Bosh fare? Fare, ja. Ska gje. As tu nuk ka gjë. Vetës vendimi I parë, është si këtë. A I gomara. E di, me duket është gomari im. A je që pra dha një atë të bullon ma qojim. Po shoti atje se të ndjerë, t'jashtë të ndjerë. Po kë ka qenë I urtë, pa? Nuk është aje, po nuk më njohë. Po shpallin vendimet për ca gjyqe që kemi bërë më parë. Ma to baci pa ditë Toloiskën se ka goditur me shqelë. Gjyqi dënon Toloiskën me 30 burë. Të në qenë me gjallë për solli tolua, në mato nuk din që. Nuk e solli mato jetë? Jo, e solli tolua. Po pse s'tua të thënë në rrez dhe veshtin? Fashun! Po unë që shë futa tollo më brenda unë. Qëtësi! Gjyqi thënë dënon Toloiskën me 30 burë, po të kanë goditur me shqelë. Po, tollu ashpëton se ka goditur vetëm me opin. Ishte apo nuk ishte këmba e tollos brenda në opin, kjo nuk ka asnjë rëndësi. A jeshe pra lanë, pa t'i rëfej torbën unë? Një mal, ankohet se të biri... Ja ka kafshuar qeni Bimbashit. Bimbashit nuk ka faj. Gjyqi vendos të verë në vëndrën tim. Djali Amalit të kthej të kafshoj qenin e Bimbashit. Si që bërit, ja bëj! Ka frori njeri një torba ty. E shu. Krye plaku rushit, shatarët e paditën se ka ngrenë paratë mbledhura për qesme në fshatit. Për qesme këtu s'ka të shkrojtur asgje. Kësaj pune do t'i dali ujët më vonë. Me kaq... Gjyqi mbëlle! A, po zakoni është. Po kam 7 ditë që po të kërkojmë. Orkestrantët Riku, Ylli, Vaska, Miti, Isufi, Ili, Sandri dhe Berti shoqërojnë me instrumentet e tyre zërin melodios të këngëtares Brunilda Hoxha. Shurin tonë, sot zemrat gëzojnë, sytë e tuar të ngrojnë. E zemra ime, si karaj fili, kur largoj shume, qaj si bilbili. E zemra
që veshe më se që ka lezet, sa bukur të rio me ta mbash me shëndet, më shkoj e rrugës si futur e let, sa bukur të rio me ta mbash me shëndet, tim me një rritje i trim bëjnë me isharet, sa bukur të rio me ta mbash me shëndet, vetëm një prej tyre ri edhe në flet, ai është djali me që e do t'i vet. Shoku përgjegjës, po të regojni shumë i rept me mua. I rept? Se si do ti? Kejdo nga puna palejëri. Po vjera që me erdhi nga Korça. Që me duhet mua me vjerën tënde? Po edhe mua s'më duhet me tënde, po me timen më duhet. Nuk do të më bësh as një lëshin? As një? Të thash, ta preva ditën e punës. Ma preve? Ta preva. S'jam dakord. Puni ma dhe fort. Është dakord pagatorje, se kur të marrë rogën ati. Unë po e pash rogën në një ditë të prerë nuk e marrë. Kur ma se marrë? Nuk e merë? Nuk e marrë. Po fëmijit moj, me se të të ushqesh fëmijit. Nuk i ushqej. Nuk i ushqen? Të vdesi. Jo, ashtu mere rogën ti, ashtu s'ta mbaj unë, mere. Hajde, heu, ik në punës. Ama ti kës në puna pale, si të bën ti, është turp. Se si kënë tani, shdo? Tani dua 3 orë leje. Po me leje të kuptoj. Moj gjyle, po ke qenë gjithë një punëtore regull të moj gjyle, po këtë ka shkrepën në kokë moj gjyle, gjallë. U bëm 2 ditë që po rikot pa punë, presa ime e shprishur. Unë rikot dhe pa dashur më nga më vete në shtëpi, tek vjera. Ta vera plasë me këtë vjerën të dhe. Hajde, ik tani, nesër në 7 fix, dhe gati të para vjerë, për para presës. Hajde. Nesër në 7, tek presa unë. Po, do ta rregulloj Zaçja presën sot? Hoj, do ta rregulloj, thotë. Do ta rregulloj se s'bën do ta rregulloj. 3 ditë për një palë kushonet do ndroj. Ku jemi këtu? Po ta zëm se nuk e... Skata se do ta rregulloj sot se s'bën. Më të posese shfarë. Ta zëm se nuk e rregullon dot. Ti, pa leje mos ik. Pa leje? Kurrën e kurrës. Vetëm me leje. Drejti veti o gjyle. Pas nesër. Erdhe 1 minutë vonë, të nisa të vjerë në spit mos kemi fjallë. Si urdhron. I repti o shoku fiqo. Hajde. Shumë i rept. Hajde. Apo nuk di si të sillet njëri u shkret. Kujt ja prish edhe kujt ja ndreq. Bukur. Urdhroni shoku drejtor, urdhoni. Përgjegjësi fishkëllën, prite kur t'ja marrë edhe këngës. Edhe puna lëre mos e pyet. Më shno këtu realizimin e djeshëm. Si urdhon? Po ç'është vërteta shoku drejtor që pas sa vështirësira, defekte kështu. Defekte? Po ja presa e gjyles ka defekte rand. Po Zaçja ç'bën? Zaçja... Përse e kemi Zaçën për këngë? Si urdhon? Shiko, ti rri punës mbi kokë ai, ato të bëj. Ashtu. Edhe ti tëndes. Kam përshtypjen se ti fiqe e ca si të them ca i but. I but? Ande i rept. Këte i but, s'po marrë vesh. Ha? Zaçe. Gjyle, ja. Gjyle, ja. Gjyle. Bukur Zaçe, bukur, ja ku pas ka ardhur më smundi. Pa urdhë ullu këtu o Zaçe. Ja shoku fiqo se nëzitoja shkua kam jallë. Lere hallin tante dhe të gjo hallin tim. 2 ditë pa punë presa e gjyles, përse? Defekti rënd. Defekti rënd. Se më nuk ati unë. Një palë kusunet e shumë të ndrohet për 3 orë punë. Pa më dhe vete për s'ka këntojnë. Shto thamë nesër në ndedhe kësilë teknikun. Defekti rënd të zhoqë. Por Zaçja do të mobilizohet me tëra forcat e do të ndreq. 2 ditë ikën, kur do të ndreq? Mori funda të gjo Zaçën di. Ik. Tani të gjo hallin tim. 2 ditë pa punë gjylja, more. Pa hallin e gjyles kam edhe une. Po herë të shkretën, mësë. Po jo të kësa gjyles tonë, të asaj tjetërës, të këngës. Cilës këngë? Ore, kemi qene pikë të mëngjesit që po hajnë në sullo. U kështu, a i ashtu. Ti do ne zhjithës të halne, po drejt aman.
Si e ka melodina jo kënga e Gjyles? Melodi? Ma kujto pak. Ore zace, jenë në rregull pa lojtë nga më. Po ti e ke kënduar gjithmonë atë melodi, ma kujto pak. Nuk kam hallin e këngës, nuk kam hallin e punës. Edhe puna dhe kënga, kur të mos i ndaj? Këndoj unë, përgjegjës sektorit. Vetëm strofën e parë. Edhe kënga na duhet. Apo sa nga vrejt aty më parë. Po justifikimi të tha shumë, këngën ti. Zace, del bresta. Del bresta, Zace. Del bresta. Po nuk nesin e këta, do rrim gjithë ditë të ka grindur me shullën, edhe puna do mbetet. Zace, haqë që më zuri ngushtë me punën. Këngën e Gjyles do t'i, Sa të më kujtosh pak. Hajde Gjyle! Se kam këndur këngën e Gjyles nga kohë e Gjylerin sektorin tonë, se kush e di që mund mendoje, kupton apo jo? Drejtësh, po Gjulja iku tani nuk na dëgjon dot. Par çati po i punës unë jam. Hajde Hajde Gjyle, eja Gjyle, e holla, e gjata, e kuqe, si molla, s'më fletë moj me goj, s'më fletë. Asuno! Hajde Gjyle, moj më qash, eja Gjyle, moj më qash, hajde Gjyle, s'të ka kush, me një shanë që ke në gush. Hajde Gjyle, eja Gjyle, e holla, e gjata, e kuqe, si molla.
Je I sigurt për vendin? Këtu e bëm fjalë. Tek stani braktisur. Tani duhet vi. I japim dhe këtu violinën, pastaj zbresim poshtë të fshat në dasëm. More, cilin martoni juve? Djalin e hallës. Ka shumë ballis në fshat? Ballis e gjerman, plot. Ikin, vin, ikin prap. Po që mo? Se në janë të ikur e po janë atyre? Aty. Edhe kjo në duhe. Po që në më të shku mua vetore të keqen? Ty li të atakutin parkë? Mua vërtitim nga të duash, u të faji jam. Nuk u jam I kishtit. Po pse nuk na I thej që në fillim ti se nuk vi? Nuk e kuptova, Po ta tha Mërderzik, këtu do të presim një shok nga ta sfirimtarës, që ka punë në fshat, do të hyjë tokë me një të saseve. Ata tham. Po që në fshat ka gjerman e ballisht nuk u me thapsi. Ke frikë, Këto jo. Ati po që fshat nuk e di u. Fiko u po pa gjerman nuk u me të lizeri. Ta dish? Edhe këta nga jetën ditën të martoj djalin e hallës. I kore se nuk u duhem ka parmare. U dukën të në qafë. Kalauzin në këmbë kurse e shoku që po presim ka hipur në mushkë. Pa këta krush që po na vine dhe Atë këndof të zemra koli. Su ta presim hipur me këmbë. Po mirë që na I gjetës të vine dhe bilbilmore, amane dhe bilbilmore. Ore që mu bëzëri mu, ore? Po që mo? A I shoku që vjen këtu ishte me peshin? Shumë! Gjermanët japin fjori për kokën e ti, ore. Dhe ajo që ngre me lartë burërin e njerëzve tanë, është që nuk pyesin pregërsin e Gjermanëve, ore. Ore, po pse tu shtërësh partizan të futin në burkë? Të pushkatojnë! Po në meni një nga ato këndin, që të qej I gjakun, ore? Carrozzero redensivo! Lëre amër, që në kujton këngë me të vrane me të terror? Lëre për kokë të familjet? Rjore që bëjmë marnet? Që në apar të në dojë? Pensava di non vais per mua. Si erdhen kështu, papritur unë nuk I pash fare. Erdhen kota po na zona dhe o bilbilmore. Po do nga ta di mjeri une dhe o bilbilmore. Po ti themi ati shokut këtu s'ka pune dhe o bilbilmore. Amane dhe o bilbilmore. Vel glück. Partizanen? Jo. A hängen! Piknik! Po qever. Ma di kontrole! Jo, gjefi këtu. Kamera, bolivere. Raqi, do t'u pish? Nuk u do.
Kom! Se punë shumë, do. Gibt es nichts, Herr Redland? Gut. Singen! Wir machen hier eine kleine Pause. Singen! Me duket se thot vazhdoni këndoni. Ich will die albanische Lieder hören. More, I pëlqen kënga vërtet, apo ka ndonjë mendje të mbrapsht? Apo mos vigje pra të mikun e malit, e? Sojtë mos në vishë në të ardhurës, kupton? Nein, shqyqur! Tu te stani, tok me nërë, te dushmani, një surat në rimbiko, ke mbulon që mu në grop, ore mi ke vjen të gre, mos të vis po rikuje, rria ty se të kafera, sa të iki këta dera e. Dushmani të fan kur dole te maja, por tani na zubelaja, ore mik, tjerë tani as një rezik, ne këndojmë këta shullohen, si shkan ardhur do qërohen, I tani për para të shokut tonë tani, të zbesëm poshtë të fshatë në dasë. Po e të mo, kush më futi këtë kopura? I gore mos më nisha ka me zararu? Ti do të vish? Do vjore pëse këtu do ri? Atje më da kej më piskë. Kure kalova këtë provë këtu nuk u pjesë për atë tjetër në tjetër. Hajde. Po të mo, po pas kam qenë tribimata, e nuk do rë. Nuk guxoja të kthehesha në shtëpi, se groja niste, s'të vjen turp, rri gjithë ditën në përlulisht e los letra si terrat në lucë. Unë pa punë, ti pa punë që mi ndonë tanë, ku ti gjej parat? U për 2 vjetë që sëralatesh, s'pas ka punë. I pi tragetit ka përcet detin, mira shqiptar kanë gjetur punja për njerës, familjet e tyre rojnë si lordët, fëmijët e tu s'kan të habuk. Po ku të mbyte moje uruar? Nuk e shikon ti që tragetet kthehen për ditë plot me shqiptar. Ikare në Greqi. Po ku ta gjej vizën më se më çmende. Ikare pa vizë. 300.000 shqiptar me vizë kanë ikur. Je dembel thuaj. Nuk e ha punën. U mësove të hashe të pish nga paratë e Xhaferit e djallicës ti. Po na. Ja ndava mendjen. I hipa një makinë dhe u nisa për në Greqi. 13 ditë rrugë. Natë ditë. Vam në Athinë. Arrita më në fund në vendin që kisha ndërruar, në vendin ku do të filloja punë dhe do të fitoja para. Sheshi omonja mbushur plot të përplot me shqiptar. Rrini në përstola, në për trotuare prisin afendikojt për t'ju dhënë punë. Kur nuk kaloi shumë kohë dhe një afendiko, po vinte drejt nesh. Erdhi tha dikush, turma lëvizi nga vendi. Ej, shqiptari, foli greku. Ne një 20-30 shqiptar, u ngritëm në këmbë dhe morëm qëndrim gatitu. Kur po në shikon të greku të gjithë dhe me ra, arriti të kun. Ej, ti, Ela, për ty ka puna. Po këtu janë 100 vetë, mor. Mua më gjeti për punë të gjithë puna. Po që bere, më? 6 orë në radhë për të marrë pensionit. 2 orë pësonisat sa gjera,
Ja dhe sapi, këtu janë 2 pensionet. Këto i kemi qeran e drita. Këto për ujë, ashtu, për cigaret e tua, ashtu, këto për cigaret e mia, këto do blejmë drut, ne do blejmë mamë në banjës që është djegur. Ashtu, e sapi qëruar, punë e mbaruar, në gjep s'ka me asë 1 qindar. Po çfarë do të hamë? Po pse me budavam ti mua ti? Për këtë 15 ditë që ka marrë ushqimet. Na, nga shyti, nga shimi. Ja me çam shikon ashtu, ka dhama sheqeria. Ti lpit edhe u lpitimi. Mirë këtë radhja hodhëm ne, po 15 ditë tjetër çfarë do të thamë? Unë lëpi tendin, ti lëpi timin. Mirëmëngjes, Xhanusi. Mirëmëngjesi, Qupa, mirëmëngjesi. Po shkon të flesh, Xhanusi? Po shkon të themoj bi se lash rojen. Haj, gjumë them. Faleminderit shumë. Ku shkon ti, Xhanusi? Po shkojnë të fle. Hajde të zërën e mitit, shkoqiti me atë problemin. Mirë, birë. Ja shkoqiti më birë. Thenge edhe birë, palere. E, po qyshe të themun i shuat e pun, jam e... I e vrasës. Po pse flisi këshu, a pse flisi këshu? Apo pse është nipi shokut Sokrate? S'ke pun me shokut Sokrat. As mos e zërë me gojë fare shokut Sokrat. E po këtë këmban më dhatë këto do tunun. E po të tunësh, do të vrasës njerëzit. Tek ditë në spitali i Birivotus, ka thyrë kraune me kemerët. Se mo është ty të unë atë? Hajde atje zyrët. Da atje po vi. Hajde zyrët. Qarë që pike zedhë këshu, Roman? Na pas ke shtyrë kam në ekran nipi shokut Sokrat, ju keni vaj qafën alqi. Keni 2 javë nuk më ktheni syte? Sikur të ke prishur o këmbën e Kombeve të Bashkuara unë. Oj. Kam ka tjetu kam thënë dhe i pari për gjera të katë. Qarë që pike zehra në hanë qytë? Do të vinë darë nga shpia baka. Do të vinë me gruan. Faleminderit. Ti merr në spital. Ç'është ajo fjala? O, Vasili, Vasile? Po si, mos? Jede të shkuara, Dhe do të më fali se nuk t'i ras ka shpia unë. Ti merr në spital, mo, duar plot. Ma pak e tyre nga Materbath. Gjenëko, e shikon që temë ke përdo? Shikoj? Mip në donimin mua, shkoj të akoj plakën mund të puthën e tërë dhe mua vesha punën. Pa bre një pritse, do t'a shkoj si mirë me punën, nuk mbyllet kaj kalaj kjo. Vasil do na fali se të munduam, e? Ska gjë. Fillojmë. Fillojmë? Ha? Ja se po filloj unë i pari. Ha? Më 10 maj, duke gdhiri 11-ta, aty në ora 2, pas 20 të natës, mu më lipsin një coplita. Po një talë në shpi nuk isha. Kisha parë një ditë më parë në stadon, kur përnojë të zire pleu. Hyrë stad, më litari. Kur ky ronja, dha soklime. Ndërë! Kur shasha ty? Po soklime, unë tramaksa. Lash litari, unë gjallë në spital. Ha pasyt, ja si që më shqipni. Po në them, ta mbylli. Jo, kështu ishte në nuqi për një coplitar? Pra, kështu ishte si shtot kyër, po unë uroj lopët dhe mëshqerat. Më datën 10, duke gdhirë 11, në 2 të natës, ky po nxirte nga shtalla një mëshqerë. Unë mora litar. Me në ta dhja unë gjë në fund të litarit në ndodhë ka një mëshqerë. Për litarit, përgjigje, e pagoj sa të bëj. Di unë se është të litarit në fund? Traktora, rimor që me domate, mëshqera. Nga ta ti. E për nata është na. Do shtosh gjeti nuqi? Jore që do shtoj unë, i thot të rej, veç unë thira. Ndaj, mëshqera o tremti. Një i dha litarit këshue, një Vasilit me brirë dhe... Ja. Rritë sop litar. Po kjo është yni. Yni jam e yni. Unë them, ta mbyllim e. Thua ti? A, shumë ta konda, thua është e vaj dashë, po nuk mbyllu të lajke me se. Pra po mire, po, pse nuk e pjës një këtej? Që du është litari këtira mes natës, ora 2? Për punë, për banë. Po pse u fundë shtarë fshellë këtë? Se s'do shë të 5 dirë sa është plak një rrë. Ajoj. Ojë ti! Qa kërë dhe nështë?
Se ke qapra. Se po flas qapra. Edhe për pjat. Unë them ta procedojmë. Cilin e? Unë them ta mbyllim. Alo, kush është? Sokrati. A më fol, kush është? Sokrati jam, thash. Shoku Sokrat. Ç'janë ato ballafaqime që po bëni ju atje? Ajo është e qartë. Le të jetim kunat. Ka dashur të vjedhë. Të mbahet qendrim jashtë. Ndryshe do përgjigjen e rënd ju. Ç'do të thënë? Kjo do më thënë se hajdu të u jetë. Po si t'e bën? Si t'e bën? Çfarë do të mbrojnë? Ku e laune? Aty po thash unë ta procedojmë. Unë them ta mbyllim edhe. Dale. Oj ta mbyllim thot. Po mirë Vasil, shtu desh tu elitari në mes të natës? Për bon. Por aty, E po ta themi të comë se i edhe hyni ti. Ato hidhja macës ti. Po mirë, po, nuk i thoshe të Xhanushi ti, Po pse fote ti fshera? Kush ju mori në telefon ju? A ishte? Do të në flasën në telefon. Pra ndaj ka të japë që nuk më shkën shpje muaj? E unë të litar mora. A tu do marë? O, pa më litar më alti më solitarin dhe të sigurati. Po mirë, po, shoku Sokrat, qa thapër në se lekë? Shoku Sokrat, ma se të bajnë. S'kemi bajnë, ja, jemi në fitu pra. Si vajtë kjo punë? Zhoni! Mjavë të njone, nuk do të të shishti, jo. Ore, miti, o miti. Po të mërë në spital që duar plot mërë në spital. Me po spital të edhe si njeri, unë e marrim në dhjetë. Po kjo nuk do të fajnë ma proshtë në këtë radje. Hajde një film të janë. Qështë? Ato që thamë, nuk filmos. Po për ty. I të në që të filmosë të? E të filmojnë. Për në solitarë, pa për litarë mauti më solitarin dhe. Firma mërë. Ku e do firma ti? Ja. Noqi fe. Pare Nuqi, po ti pse firmove ti? Po i firmura une. I firmura ti? Më dhanë letër mua firmova. Firmove ti? Di unë shtrejq për ty a firme? Shtrejq lavdërima, dekorima, procedima. A shu, I firmura une. Po unë tani nga djamaja? Ja, ty litar mauti, ma solitarin di. Po unë për tu thasha të mbyllim, Po solitarin di, litar mauti, litar. Po i martë jem qes me ha. Po më lekë shtu varu. Që luftet nga të ruar jemi futur ato sun. Izi. Po të me kjërësat bjerë akshami. Ne ta shumë botë me kem për pjetë. Unë ka ko që shumë botë kem për pjetë. Ja. Ishe ata njërësi ta që po vine. Isho. Mua më duke të sukur po jetë si mbi që lafët. E po me i qoj me kem. Më ingani. Pa ardhur Zanobeu nuk do t'i ngas njëri. Mos më afroni vëra mali. Kush u ka varu kështu? Komunistët? Jo. Qa komunista? Të që për nyti. Nuk ta bën hasmi. Gjerman të qanin e fatis, Gjerman. I ta komandanti katilitarët. Mirë që nuk u shkojnë në plumë. Ka në plumë? Do kështë shpëtuar njëre mirë. Po gjua e dhapë, më hira që plumë mirë. Po shpatën në rama. O, banë që na i kujton. Apo do mua betë të trote. E për e ba mua betë nuk vjen aksha mirë. Po krasore se mirën mes. Apra të mbreshme të përgjirone me. Ne ishim roje të kura. Shumë një komarë të kërkurne. Për para komarit, një fshatar që po ishtyni me ty fejke ty balistë. Qaj kini këtere? Ushe më në atyre. A kjo është një maskara që u shpje patat jashtë të malit. Partizanve. E zumë, thave. Do të shpje për qarku manë, ta pucan si mbi rucet. Hapi një pëso kohë, na urdoja i tjetri njeve.
E hapëm ne. I futëm qa shtirme edhe une do suni edhe. Ja, kjo është. E pastaj, O, e pastaj, tos. U sulmuaj qarë kumanda. Nuk e gjove ti? Qarë kumandat ju vra. U plagosë ty Gjerman. Flaka i vajti për qelë. Po që lidhe ka kjo me historin për O, që lidhe ka të qyë. Po balisti nuk ishte balistër. Fshatari nuk ishte fshatar. Patatet nuk ishte patatere. Ishte bombër. Ore, vetëm komari ishte komar aty. A, komar dhe ne gjina jo dhe dhuj. Ore, po, lufte nga të ruar kjo, ore. O që qërë ti, Allah. Vishe si balist. Vishe si gra. Ore, po, u po le mendin e kokës, ore. Shatari ande shqelma, e s'pjus në fare. O, po, falës, ore, po. Ore, po që është lufte nga të ruar, ore. Të shkresë kërësire. O, të fej, nami në prallan, nami të fej. Avash. Do t'i vrati gjitha ta që nuk i njore. Grami përqe, fqatare, kumandare, qatë jenë, soma do t'i fej, por nuk i njove. Refa. Pse të vuaj une? Po, që që të keme në visive. Ore, ishte veshur si hoqa i që mravatis benëre. E masaj doli që hoqa nuk ishte hoqa. Po partizana? Partizana, po që? Po, unë si besoj me asë këmishës time tani. Po une, një natë, di që kam para bëjo? Jo, që be? Pash njëri të veshur si partizan. Partizan? Ku e pera, ma? Po gallon dhe në gjade. A ishte veshur me gjaket qajaku, me kapele, me hyll. Me hyll? Dhe iku, unë gjitë mali për pjetë. Po di që ishte jo bëjo? Jo. Partizan. Partizan? Demek partizani ishte veshur si partizan? Që ta vim ne për balist? Po. O, që po më shonë sytare, po. O, po, që që vrasë tjare. O, është lufte nga të ruar që orë të sunë. Më shonë sytë falë të dhe më. Këti shonë më, më. Shtrivo të sunë se se vikja. Po, taksin bajtu e qa lidhur, mu henë qatë temat më. Hajde greu, Livo! Të gjithë dhe urtën që në beu, se çfarë ka ndodhur nga komandatura Gjerman. O, që në kjetë! Nga prova të shkreta të re. Die kommunistischen Selbstumzwanzig auf! Surdon, gati jemi. Qa thotë të sonë? Patrulieren auf der ganzen Stadt! Ja. Do mësuar Gjerman që ato sumë. Ata ishin veshur si Gjerman edhe kishin hyrë brenda në komandatur. Kishin marrë një shokun e tyre të arrestuar edhe kishin avulluar. E që ti se eshta që pati. Veshur si Gjerman? Po qyshe? Po edhe Gjerman vishin, e? Lere ma se pyet. Gjerman i vrarë këtu, hej! Po, si kur t'je qam i kuqju e? Jo, kjo është Gjerman dhe i vrarë, bile. O, po më të gjoni muare, janë dhellë praktare. Pse zore ka të vishet Gjerman gjure? Kjo ka vdekur, Pa. E mbajnë frymë këta sa s'ta pret mendja tyre. Ky është Gjerman, e njohë shumë mirë. Ka ardhur 20 herë të Zanobeu. E letë këtë ardhur, qa pasaj? Ka që falcore. Pa, që na kam parë sytë në këtane. Ai, varë. Banditët janë veç oficerë Gjerman, i pa njeri. Herde, kush ka parë dy oficerë Gjerman? Pa mne, kaluan këte, nga spitali. Sa koka? Para në gjusmore. Kush i pa?
I pashun me të sunin? Ne të dy. Në gjo doli shko në plumb të gjotë, gjahila. Ata ishin more ata, po ju jini të humbur. Ata ishin ata të mali? Maskarenj, haram buka. Sprisni, lidhini Suzarët. Po prap ne? Po s'ka rrugë tjetër ata? Po pse kalojnë nga bejmëroje ne? Ata flisin Gjerman që më mirë se Hitleri. Në plumb do të shkojsh. Pa më dhe për në nashti sa po shpritim në Litarja ku më... Litari për ju është pak, merini! O, pa! Ore i klera! Ka ke maruar ti mashkëtë? Po që qatë më të mbushim para se të marrin. Atë zes njëra, po ata u futu dyherë Gjermanët brenda dhe va hodhë. E për të varur, pra pare minë. Apo ku se një Gjermanin, na shkoj lufta varur dhe ku i dhe refatë. Opo, lufte nga të ruar kjo e jalan e të sunë. A kur të me e që Litarin, ato t'i vrasë të tërë qatë më dalin. Balist. Fshatar. Qatë më dalin për para të shpëtoj këmët. Ka këndoj, are. Orë po këmët e se unë t'i që në gjyqët e këmët, ore. Gjerman sa klam janë këtare fata po? Ate po me i to një unë të sunë vëllaj, po si janë dhe i beshë këtej, apo janë e pak ata. Zotin na shpëtofte. Allah u qoftë me ne. Të sunë. Auf! Aufmachen! Nësel! Urë, komandant! Cilin kemi rojtë e ura? Refateve të surë. Ma bura të mirë pas kemi. Mësa kam bëna një budallalëk. Kam betu mrapa kapiteni shpinë në veturën e ti. Pas me! Qërë, komandant! Ist antworten darüber! Orpa ato rivera tuaja I di më mirë se june. 12 abdickronsversvingen gedrückt! Jara Gjermanqës e stëpi uj po folqisht ka folur jo temë. Shajse! Je more, të regogjej. Gjina që jemri në semës po thot, shaze ja qojnë. Do t'a shojt shaze në valle. Po fol. Fol se ate që kemi heqju në atine dhe shokët e tua, fol, ku do shkoni? Që do pitin? Fol! More, qenë birqeni. More, ku I gjeni këto roba ju dhe ku që mëson ju të fisni kaq mirë Gjermanqë? Verschlussen! 32! Pa Gjermanqën e di më mirë se ju nere, se ngrishemi e gëdhijemi me tare. Bujrume, do të flash Gjermanqë tje? Hajde flasim. Niks me litare në kërcien e në majtu liritare. Niksër, niks, se të ha gurgëllan! Mos u të rego kokë dhe adersi. Po fol. Ore, po nuk e zgjidhe gjunë këtu, do të zgjidhesh në tjetër vend. Ti këta e kupton, apo?
Mërë po tire nga mustaqe duke që si e dedesko. Po, folër. Folër se sa kemi ngenë folë. Po hajde re, fat, nuk e par vetur dje. Ore, nuk është vetur që, ore. është falco që e falco që, do jetë në i karro që kanë bërë kështu ata që të svoshti që është vetur. është falco që e falco. Qalë reli brajgi janë këta. Hajmë një sekundë që më barishën vëlf. Ore, mos është Gjerman vërtet, kështa si laf Shqip. Janë shumë të vendosur këtare. Që edhe deri në vdekje Gjerman që do flasi. Janë shumë të vendosur këta sun. Allah i ka frik në gjysoju. Qëtu që më banë erë një lakë e qobanëre. Apo që edhe mustaqet i ka falzore. E t'i gjo vetë sun. Po herë të shkretën. Zurove dhe ja ktheve Shqipe. Oli Shqipe? Na t'i gjone. Që nuk të dhem Gjerman që t've. Që s'be na ufti e. Kumandant! Kemi sa një të majmë! Morë, në morë për qafë! Bo e hengën. Do kemi shkelu prap draskal për më duket. Po për na shi që njësa ta shtres t'ilë. Se nuk më dujte Gjerman që t'je. Se nuk thua Springen. Grupe, se nuk me grupe. Njësa ta shpërstejta që juve. Qone! Mosër se do ikja je! Ore është falco je falcore! Mosër qone e putalej! Mosër qone! është falco e falcore! U kinjene! Vertrauen voll! Sa vajti ora? Sa të lësasi vajti. O t'i gjeti e tosun, kur të në liroj sonde? O t'i gjeti unë i shkërje. Leqe, ka të në lirojnë, ne mësuar në shirë.
Po, ju dëgjoj. Ju faleminderit shumë. Edhe ju ftoj të na vini për darkë, do t'ju vëmë krye tavolinës. Miraci. E groj, Zjeverez? Zjeva. Sherbetin e hore baklavas? 100 herë më ke pyetur edhe sherbetin e Po, mua më zë turpe për të gjitha, kam gëzim sonde. I mbir Arbeni u bë artist i merituar. Dje takova Milon. Vinde dhe e me gazetë dorë. Ashtë tha. Ka dalë këtu i të birë më tha Arbeni. A e ke djalë të zotin Benin, ty e të kanë gjarë. Hera e para grua që Milua fliste me këtë gjuhë. Edhe vërtet mua më kanë gjarë ai. Jam kujtohet si sot. Kisha ipur në majtë qatisin a që thyer një tjekull. Kur vjen Beni me vrap. Baba, duhet dhe më artista. U të keqë baba i thashu. Artist të peshe të nderosh. Ja dhe gazeta. Bo, bur plak nuk di se që flete lumaf. Njerë the isha në majtë qatis. Njerë po zia peshk. Njerë po flia rinë e mbaj mend mirë, kam qenë majtë qatis për lërët. Baba, duat bëjmë artist, kështu? E mbaj mend mirë për tëmë. Kam qenë majtë qatis. Djali u bë artist e desha unë. I ka sheke bëj salatën e mona i bëj mua betin salatë. Se do grindemi këtu për turp të botës. Që nga fundi rrugës duket se ka gëzim dhe ere kjo shtëpi. Gaz, Gjagja, gaz. Gaz, teto, gaz. Ja dhe tavolina plotë mira. Ti lip se dukesh mikzuar nga ne, more kategorin ti? Ajde, Gjagja, ajde, gjbadje ti komision. Sala e provat kategorizimeve plot. Komisioni 7 vetë. Rështuar pas tavolinës dhe dë gjoni fjallët e mija. Unë po bilbil këngoja, take. Kur marova, Gjagja, ngrijet kryetari komisionit Goxhabur më shtërë në ndorë dhe me thot urime për artistin e merituar. Aty orë Gjagja plasën për gëzimet, për qafonjerje, puth tjetri, komisioni ungriti tëri në kem. Kush të mi jap dorën më për para. Mirë. Po s'meri ves mor Gjagja se që bëhesh atje. Ishte sal provimi, apo salurimi? Apo mirë për kategorinë, more ti? Nuk më dhanë. Na kënaqet ta kryetari, po do vi që vitin tjetër. Dhe me kish? Hiq, nuk merdi fare keq mo Gjagja, e marr vitin tjetër. Po ta kishe marrë, more Biraman dhe ti. Teto, ti kërkon gjitha njesh. Kategorinë e 6 po, artistin e merituar po dale një më radhë. Artist nuk e more ti. Nga ti prisim kategorinë. Pse se ullë kokën mbi libra ti. Gjagja, unë nisë nga shtëpia ime për të ardhur këtu te ju. Po për sa minuta e bëra thotë? Për 3 minuta, ja ku është 100 metra larg. Për 73 me anë dorë. Po sepse për rrugës takoja njerëz të njohur të panjohur, fis, miq, fiska negros, vetëm për qafime, urime, për qafime. Për kategorinë. Jo, për titullin e artistit Arbenit. Le pastaj kur morojnë disa që nuk i njeh fare. Mua na zemra, mal. Kur në jetën time se kam ndjerë vetë ka të lumpur. Edhe kur u martova nuk më kanë uruar kaq njerëz. Grua! Na iku nipi nga duart me. Me po ky pas ka lajfitur fare me. Gjagja, të lutem shumë. Mos u nxita, ta shpjegoj unë. Mos ma shpjegoj hiç që ma bere kokën çorp atë. Të një tjetani, urime për djalin tuaj. Në nësin ti Arbene Shelgun. Faleminderit, urroni. Urimet e mia më nën që me kujdes kultivuat një djalë të Zotin edhe ne dorëzuat ne ta hedhim në udhën e dijes e të suksesit. Faleminderit. Urime. Shumë faleminderit profesor. Urdhroni, lutem. Urdhroni. Ti grua nuk e nje shokun Zefir. Është mësuesi i kimis, mësuesi Arbeni shkollën e mesme. Krye mësuesi, pra mësuesi bazë, kujdestari. Po nuk u kemi parë që kur se ka mbaruar Arbeni shkollën. Arbeni, po nxënësi im ka qenë Arbeni. Ja si sot më kujtohet edhe kur nuk do ta harroj kur më tha aty në laboratorin e shkollës. Profesor, dua t'ja kushtoj jetën time shkencës së kimisë. Mua më ra e proveta nga dora. Ku është sot? Në majat më të larta të shkencës. Të shkencës së artit të kuptojmë. Se është e vërtet Arbeni në vendin tuaj ka qenë ca i dobët. Zakonisht merrte shtata. Mos e thoni këtë shokënori, unë kam pasur metodën time. Ama vetëm unë e kam nuhatur, bile si do them, edhe në ngjyrë dalloja që ishte një kristal i rrallë talenti. Që atëherë pa ta arritur në konkluzion se brenda tij zhvillohej një reaksion që me kohë do ta transformonte në kimist të merituar. Artist i merituar. Po, artist i merituar. Urdhroni. Ju, ndofta, nuk e shijoni dot gazin e sinqertë të një pedagogu. Kur shikon rezultatin e eksperimenteve të tij. Ja rezultati, kimist i merituar. Artist i merituar. Po, artist i merituar. Gëzuar. Ndofta, nuk e merrni dot në mend se sa shumë gëzova ku lexova në gazetë se Arben Shelgu u bë artist i merituar. Kimist i merituar. Kimist i merituar. Shkoni kështu ju. Artist i merituar, profesor. Më duke se erdhi Arben. Ja se po shkojmë. Të lutem, kam dëshirë ta prej. Dali profesor.
Mirë dita të gjithëve. Mirë dita dhe mirë që na erdhe. Si? Nuk po gëzojni që erdha, apo nuk po më mbani mend? Ma vjen keq po unë jonja. Asun. Po ti marrej kono puq? Po unë jam nasta. Pa ashtu thuaj që nga nasta, grua që nga nasta kjo. Po cila nasta? Po cila nastot, cila nast? Cila nastot? Cila nast jeti? Prapë s'po më më duket. Turp nder jo maj nast. Po unë kam qenë edukatorja e Arbenit në Qerve. Kur ishte? Ja, foshnë. Si shkojnë vitet, si shkojnë së ujt. Gati 20 vjetë edhe arrojt njeri. Po kam rritur kaq foshnja, unë që sot janë bura e gra me fmi. Sa foshnja kam ushqyer, kam lare, kam shplat, ja me këto duar nuk majt men. Po unë i majman të gjitha. Në prarin time kam bërqiqin inxinjer, doktor, profesor, docent, e plot të tjerë. Po që do, ja një artisti merituar që më pas ka arruar. Më falni, ju lutem Nuk bëri. të faliq, atere më thërisje teta. E mban mëm tetën tënde, apo jo? Ja ku më ke. Qanë këto ju lutem shumë të. Ke arruar, tani ke arruar. Po me gjithë që u bërë artisti madh, dije se edhe ti ke mbushur breqka. Të lutem shumë, që nasti ju po ngatëroni elementin. Po më marrë të ligat nastot. Teta të më thuash, dëgjon, teta. Po unë jam ajo që të futa nga grupi vogël në grupin e madh atje në Qerdhe. Se ti dallova aftësit, unë jam e para që e kuptova, kam merit. Se ky do bëj njeri i madh, dhe ja, të bëf të teta, u bere. Ka hajde tani, puthe një qik teta. Të lutem shumë shokun, nuk i marrë të puthi njëri tjetër. Vetëm mos harroni ju kemi thuar për ta. Do t'ju vëmë në krye Karolinës. Mos mungoni lutem. Po shta bërë mëj naste nga ngatrove punën të gjitha. Po nuk është Arbeni e me. Si është Arbeni? Po ja që s'është Arbeni e shoku Zefir. Mësuesi i kimisë në shkollën e mesme. Wow, autor prova. Na zëmrove dhe profesorit. Nëjse tani, po Arbeni kush është? Do të vi pak më vonë. Kur e kisha në Qerdhe? Ne shoqanasta nuk e kemi sjell asnjëherë në Qerdhe Arbenin. E tot ndera asnjëherë naste. E ka rritur gjyshja ime vjerë në shtëpi. Ju varoni me duke. Po shkoj në vitet si ujt. Unë e mbaj më të shumë mirë. Shelgu. Ha, Lipse. Edhe këtë radhë të ta nasta harroj. Mua më ka rritur dhe ushqyer. Ma thot gjithmonë në ime mua. Po ti, që pun bën? Ngri dhe shkri metale. Demek i merituar nuk je gjë? Jo. Mbaj mend fort mirë se me metale nuk kam pasur punë. Nuk jeti. Po unë jam me tetonasta, as tope nuk kaluar. Jo, nuk jeti. Po dale me tetonasta edhe ti më harrove? Nuk harroju. Ju po harroni të gjithë. Po unë erdha këtu sa për Arbenin, sa për ta përqafuar pak. Më kam marrë malli, kam rritur me këto duar. Po ju si gjë duket. Si do që t'jetë puna shoqanasta, ju presim t'na vini për dark. Do t'ju vëmë në krye t'avolinës. Do të vi pa tjetër, do të vi se më takon. Po i kam rritur me këto duar, mor e kam rritur. Të lutem, mos na mungo. Gëzuar. Mos harro të vish për dark, he? Je në krye t'avolinës. Mirat që shoqanasta. Në krye. Zbën kështu, more burr. Ti të gjithë i thonë për darkë, ti të gjithë na i vënë në krye të tavolinës. Hajde grua se mban gëzimi. Unë mban gëzimi. Po ti ç'keti? Ma vjenin atëra me atë tetanastën. Nuk të pranon antar të Qerdhës, do t'i jesh docent ose drejtor për të fituar antarësinë e saj. Prisni këtu teto kur do vi dhe shitësja Bylmetit. Zdi dhe ajo mund të ndodhë. Për dark do t'i mbaj të gjithë. Për darkë ti mas. Po Xhaxha, për dark, po mua. Me te përka të gjithë, unë e kam ndihmuar Arbenin, që ai sot është artisti merituar. Po nuk e them kurrën e kurrë. Mos harro Lulush, se ta koka dhe ty, edhe ti për dark je sot. Kurrën e kurrë. Në krye t'avolinës. Kurrën e kurrë. Mos harro Lulush, po them. Në krye, të gjithë të krye, tu. Po tani mor burr. E, moj grua, kot që ngemi grindur unë e ti. As unë as ti s'pas kemi merita për djalin. Të tjerë që nga në ta dhe ne nuk i ditë kemi. Ç'ke kështu Lulush? Po vjen berberi që shet Arbenin. Kisha thene! Pas ke thene dhe ti? Po! Edhe ti mos harro, për dark në krye t'avolinës. Ky ishte programi që paraqitëm përpara jush, të nderuar miq të tanë, në 50 vjetorin e krijimit të estradës së qytetit të Thierit.
Ne si televizion do të kishim dëshirën të instalonim përsëri kamerat dhe mikrofonat tanë në ambientet e kësaj estrade, edhe të ndërtonim një shfaqje të atyre për masave. Në rast se kjo për momentin është e pamundur, atëre ne i urojmë kësaj trupe rringritje të shpejtë dhe nga mot gëzuar.